Lavdëroni Zotin, se është i mirë. Halleluja. Tema që do të bëjmë sot është çfarë qëndrimi duhet të mbajmë në lidhje me atin shpirtëror, psikologun dhe me psikiatrin. Duhet dim se njerëzit kalojnë në probleme psikologjike, të cilat ndikojnë dhe në problemet fizike, sepse njeriu është një qenie shpirt-trup ose psikosomatike. Dhe ashtu si neve shkojmë tek mjeku specialist për të ekzaminuar dhe për të shëruar nga sëmundjet trupore, fizike, kemi nevojë edhe për të shëruar sëmundjet ose plagët e shpirtit. Prandaj sot do të flasim për këta tre persona, të cilët përfaqësojnë tre mënyra që trajtojnë problemet shpirtërore, mendore te njeriu. Sepse ndonjëherë ngatrojmë dhe nuk ja u dim funksionin dhe vlerën që ata kanë. Dhe më konkretisht ne po flasim këtu për të krishterët, nuk po flasim për të tjerët. E para duhet dim se shkaku i gjitha sëmundjeve shpirtërore dhe trupore është mëkati. Këtu e kemi fjalën për mëkatin fillestar, shtogjyshor, atë që kryen njerëzit e parë, Adami dhe Eva, dhe për mëkatet personale, ose dhe për mëkatet prindërore. Dhe për këto arsye, pra të mëkatit shtogjyshor dhe personal, neve na vinë probleme në shpirtin dhe në trupin. Në qoftë se nuk do kishte mëkat, si ai fillestar, por dhe mëkate personale, nuk do kishim asnjë problem psikologjik, fizik dhe shoqëror ose dhe natyror. Prandaj kisha gjithmonë e shikon të keqen jo në mënyrë periferike, por në thelbin e saj e shikon tek mëkati. Dhe vetë Zoti Jezu Krisht është ai që erdhi në botë për shlyer mëkatet e njerëzve. Mëkatet e njerëzve nuk shlyen thjesht me një më fal, ose me një bamirësi, ose me një kurban. Por mëkatet e njerëzve shlyen me gjakun e qingjit të Perëndis, Isu Krishtit, sepse shpaga e mëkatit lahet me gjak, jo me gjak kafshësh, me kurban e kafshës, por as dhe me gjak njeriu, sepse gjaku i njeriu mbas Adamit është i pisët me mëkat, ka farën e prishjes, duhet gjaku i pafajshëm, i tërë shenjtë, i birit të Zotit që u bë bir njeriu, njeri si ne, po përveç mëkatit, sepse ai lindi nga Shpirti i Shenjtë nëpërmjet Virgjeshës Mari. Kjo është arsyeja që Zoti Krisht, ku shëronte njerëzit, ai thoshte bir të janë falur mëkatet. Dhe e shëronte për shembull paralitikun. Dhe kjo bëri që të kishin mendime skandalie ata që dëgjonin, se thonin kush është ky që fal mëkatet, sepse mëkatet i fal vetëm Perëndia, se ata nuk donin ta pranonin që ai ishte biri i Zotit, pra që Zot në natyrën e tij hynore, por që edhe bir njeriu si ne, përveç mëkatit. Por autoritetin për të falur mëkatin, Zoti ja la apostujve. Kur Krishti u ngjall për së vdekush, ai u shfaqte apostujt dhe i tha: merrni frymë të shenjtë. Atë mëkat që do të falni njerëzve do të jetë i falur. Atë mëkat që nuk do t'i falni, nuk do të jetë i falur. Pra, çfarë do zgjidhin në tokë do jetë zgjidhur në qiell, çfarë do lidhin në tokë do jetë e lidhur në qiell. Kështu që Zoti dha autoritetin për të falur mëkatet apostujve, apostujt ja lanë kishës apostolike dhe sipas vazhdimësisë apostolike, ky atribut i Zotit për falur mëkatet është në kishë dhe bëhet, si them, i vlefshëm kur neve kryejmë misterin e pendim rrëfimit. Prandaj, në qoftë se ne kemi probleme të shpirtit, por dhe të trupit, ne do të shikojmë ku kemi mëkatin. Dhe kur kemi mëkat, patjetër që ne nuk mund të shkojmë as te psikiatri, as te psikologu, por tek ati rrëfyes. Shikoni çfarë thon shenjtorët dhe tema që do mbajmë sot do mbështet në thënjet e shenjtorëve.
Nëse njeriu nuk i tregon gjithçka atit të tij shpirtëror, rruga e tij bëhet e shtrëmbër dhe nuk e çon në mbretërinë e qiellit. Por ai që rrëfen gjithçka, ecën drejt në rrugën e shpëtimit. Tregoj të gjitha mendimet e tua atit shpirtëror dhe Zoti do të mëshiroj. Do të shpëtoj nga mashtrimi i djallit. Kurse këtë ka thënë Shën Silanoi i Malit të Shenjtë. Kurse etrit e shkretirës thonë: nëse mendimet e këqija të mundojnë, mos i fshe, por tregoja më njëherë atit shpirtëror, sepse sa më shumë i fshe, aq më shumë ato shtohen dhe marrin forcë. Por kur një mendim i keq zbulohet, ai shkatrohet më njëherë. Pra, shenjtorët na thonë që mendimet që na bombardojnë psiqikën tonë janë farat e mëkatit. Mëkati fillon nga një mendim, pastaj nga një dëshirë, derisa bëhet një veprim. Ashtu siç e shikojmë dhe në natyrë. Një pemë e madhe nuk është bërë pemë e madhe më njëherë, por ka filluar nga një farë e vogël, është bërë bim, pastaj është rritur dhe është bërë pemë. Kështu ndodh edhe me mëkatin. Djalli injekton tek neve mendime të këqija, që na vijnë ose nga fantazia jon, ose nga mendja jon, ose nga informacioni që marrim nëpërmjet shqisave. Nëse këtë mendim të keq e marrim dhe e mbajmë në mendjen tonë, atëherë ai mbin, lëshojnë rrënjë dhe pastaj bëhet dëshirë dhe dëshira bëhet veprim dhe kështu përmbushet mëkati. Shën Pais Agjoriti thotë: ati shpirtëror është një mjek shpirtrash. Ai shëron plagët e brëshme që si shen njeriu. Por nëse dikush nuk i hap plagët e veta, si do ta trajtojë Zoti? Pra, duhet kemi kujdes se përveç plagëve të trupit që ne shohim, ne kemi dhe plagë të shpirtit. Mërzitja, hidërimi, dëshpërimi, ankthi, frika, të gjitha këto janë plagë dhe gjendje të një shpirti i cili ka mëkatuar. Prandaj, këto gjëra ne duhet t'i shlirojmë nga vetja kur shkojmë tek ati rrëfys dhe rrëfejmë mëkatin që fillon me mendim. Dhe kështu pra, kur shkojmë tek ati rrëfys, ne shlirojmë veten tonë, e nxjerrim të keqe, të mbartur, dhe atëre vjen edhe shërimi. Prandaj, kuptimi shpirtëror i atit shpirtëror është rrëfys i shpirtit, jo këshilltar psikologjik, siç është psikologu. Ai ndihmon për shtruar nga mëkati, pasionet, frika shpirtërore dhe errësira që ndan njeriu nga Zoti. Në këtë kuptim rrëfimi është terapi e shpirtit, ndërsa hiri i Zotit është ilaçi. Prandaj, ne shkojmë tek ati shpirtëror, tregojmë plagët e mëkatit, çfarëdo që neve të kemi menduar, dëshiruar dhe kryer, atëre ekzaminohet kjo dhe thirret hiri i Perëndis, merret urata e faljes dhe hiri i Perëndis është ai që bë ilaç plagëve të mëkatit dhe kështu shërohet bota shpirtërore e njeriu. Dhe kur shërohet bota shpirtërore e njeriu, kjo reflekton jo vetëm në mirëqenien e tij shpirtërore, por edhe në marrëdhënie me të tjerët, por edhe tek trupi i tij. Tashmë vim tek psikologu. Çfarë është psikologu? Psikologu, si përfaqësues i shkencës psikologjisë, ka filluar nga mesi fundi i shekullit të 19. Është një shkencë, thuhet, që merret me mendimet dhe ndjenjat e njerëzve, me stabilizimin dhe rregullimin e këtyre gjendjes emocionale. Por psikologu sot është bërë një domosdoshmëri, sepse është futur edhe në marrëdhëniet publike, është futur në shkolla, kopshte, në qendra pune, dhe njerëzit mendojnë se psikologu është ai që mund të rregullojë problemet shpirtërore. Dhe shikojnë psikologun si diçka moderne, diçka të re, e cila mund të zgjidhë problemet shpirtërore me një shkop magjik. Dhe atin rrëfys, atin shpirtëror e shikojnë si diçka të parapametur. Por duhet dini se çfarë bën ati rrëfys nëpërmjet misterit të pendimit dhe rrëfimit është diçka që kisha ka bërë prej shekujsh, që në shekullin e parë, kur themelua kisha dhe vazhdon. Kurse psikologu si profesion ka filluar shumë vonë, pra tham në shekullin e 19. Dhe duhet dim se pavarësisht se quhet psikologji, pra
psiqia do të thot shpirt dhe logos do të thot flasësh për shpirtin, në shkencën e psikologjisë nuk pranohet shpirti, por thjesht mendimi, ndjenjat. Por pra është një paradoks. Flasim për psiqin, flasim për shpirtin, por shpirtin nuk e njohim. Në përgjithësi pra, sepse ndryshe është shkenca e teologjisë. Shkenca e teologjisë flet për shpirtin dhe për Zotin. Kurse psikologjia flet thjesht për mendimin edhe ndjenjat, duke e ndarë atë nga shpirti. Por kisha nuk është kundër shkencës së psikologjisë dhe nuk është kundër çdo lloj shkence e cila ndihmon njeriu që të shërohet dhe të përballojë sfidat e jetës. Por si e përcaktojnë shkencën e psikologjisë shenjtorët tanë? Përsëri do mbështetemi tek një at i shenjtë Sofroni Saharov, dishepulli i Shën Siluanojt. Ai thoshte: psikologjia mund ndihmoj njerëzit në perëndim. Pra e ka fjalën për botën e perëndimit, do të thotë për ata njerëz që jetojnë në një botë konsumiste, por është e tmerrshme kur ortodoksët mësojnë psikologjinë dhe vendosin në vend të traditës së kthjellësisë shpirtërore, që do të thotë, neve të krishterë ortodoks nuk kemi nevojë shumë për psikologun. Sepse punën e psikologut e bën Ati Rëfys. E ka bërë Ati Rëfys në shekuj. Atëherë pse neve duhet të mos shkojmë tek Ati Rëfys dhe të shkojmë tek psikologu? Prandaj duhet ta shikojmë çik me rezerva këtë çështjen e psikologut. Dhe flasim për ne që jemi të krishterë, pra që ne kemi mundësi të shkojmë te një person, të rrëfejmë problemet tona dhe vetëm të shlirohemi duke rrëfyer problemet tona, por ne të marrim dhe faljen e mëkateve tona, që këtë nuk mund ta bëjë psikologu. Antonio Blun, mitropoliti i Surozhit, thotë: psikologjia flet për mendjen dhe emocionet. Feja flet për zemrën dhe për shpirtin. Këto të dyja bashkëpunojnë, thotë, njeriu gjen ekuilibrin e vërtet. Pra, tham që nuk jemi kundër shkencës së psikologjisë, por nuk mund ta vëmë psikologjinë mbi Atin Rëfys të konkurrojë Atin Rëfys. Atë Serafim Roz, tjetër atë i nderuar, thotë: psikologjia moderne shpesh përpiqet të shërojë njeriu pa Zotin, duke haruar se plagët më të thella janë në shpirt, jo në mendje. Kuptimi shpirtëror i psikologut ndihmon njeriu në nivelin e ndjenjave dhe mendimeve. Ai ndihmon për të kuptuar veten, për të përballuar stresin, ankthin dhe traumat. Por psikologjia nuk mund të japi dritën e hirit. Ajo mund të rregullojë pasqyrën, por jo burimin e dritës, që është Zoti. Shenjtorët pranojnë ndihmën e psikologut, por shohin atë si një ndihmë të pjeshme dhe jo një ndihmë të plot që mund t'i bëjë njeriu që është shpirt edhe trup. Psiqiatri është tjetër person. Çfarë është psiqiatri? Njerëzit shkojnë te psiqiatri kur kanë probleme me sistemin nervor. Dhe kur kanë, si them, një tru të dëmtuar, pra ky mund të jetë i lindur me dëmtime, mund të jetë i dëmtuar gjatë jetës, pra me aksidente të ndryshme. Dhe patjetër që duhet të shkojnë tek psiqiatri për të diskutuar dhe ekzaminuar dhe zgjidhur problemet që kanë me trurin. Çfarë është truri? Truri, le ta themi si një përkufizim që bën materialistët, është materia organizuar në shkallën më të lartë. Pra, truri mund ta shohim si një kompjuter, i cili është i aftë të mbajë informacione edhe të ndërlidhet me shisat e trupit tonë. Kështu që truri, si them, punon me sistem nervor me anë të neuroneve. Por ka raste që këto rrugët e neuroneve, këto dëmtohen, për janë si ato telat elektrike që këputen, dhe ashtu si vjen elektricisti të lidhi telat dhe të filloj ajo të komunikoj energjia, kështu dhe psiqiatri, ai sa i zbuluar nga shkenca e mjekësisë, ai ndihmon që truri të rifunksionojë ose të rregullohet ose të rehabilitohet, ai sa është e mundur. Prandaj, edhe psiqiatri ka pjesën e vet. Mendimi i jetërve bashkohor thotë,
Nëse një person vuan nga depresioni i thellë ose çrregullime mendore, ndihma mjekësore është e domosdoshme. Çfarë është ndihma mjekësore në tilla raste? Për shembull, ke pagjumësi të madhe. Nuk të zë gjumi. Atëre patjetër ti ke probleme me sistemin nervor, që është shumë i ngarkuar dhe ke nevojë për qetësues. Prandaj, duhet bërë disa trajtime me anë të psikiatrit, i cili të jep disa qetësues, barna, për të qetësuar sistemin nervor, pra për të relaksuar trurin ose për ta vënë në gjendje pushimi. Por atë përfir Kapsov Aliviti, i cili është një shenjtor bashkëkohor, thotë, kur shpirti sëmuret, duhet mjek i shpirtit. Kur trupi sëmuret, duhet mjeku i trupit. Por ka raste kur duhen të dy bashk. Mos keni turp thotë të shkoni tek mjeku. Zoti është ai që ka dhënë mençuri atij për të ndihmuar. Pra, kisha asnjëherë nuk ka një ekstrem as majtas as djathtas. Kisha gjithmonë është në qendër dhe e shikon mjekësinë jo si të panevojshme, jo si konkurruese e punës që bën kisha, por e shikon mjekësinë si një dhuratë nga Zoti, edhe psikiatrin. Prandaj duhet kombinuar këto. Kemi nevojë edhe për atin rrëfys, kemi nevojë edhe për psikiatrin nëse kemi probleme me trurin. Shën Lukaj Krimes, që është një shenjtor shumë i dëgjuar, peshkop, ai ishte edhe kirurg. Shikoni çfarë thotë. Unë isha mjek trupash, por megjithatë mjek shpirtrash, sepse sëmundja e trupit lidhet shpesh me sëmundjen e shpirtit. Pra, Shën Lukaj Krimes nga përvoja si mjek, po dhe si një peshkop, ai kishte vërtetuar se pavarësisht se ai bënte terapi të trupit, ai ishte një kirurg, prapa ai kuptonte se shumë nga sëmundjet e trupit, që duken pa lidhje me sëmundjet e shpirtit ose mendore, ai thoshte që kanë lidhje, sepse brengat e shpirtit krijojnë destabilitet të organeve të trupit. Ashtu për shembull, siç është një shofer i cili është e ka humbur qetësinë, është i përgjumur ose është i dehur, ai ngjet makinën. Patjetër, kjo makinë nuk do ngjitet në një trajektore të rregullt, sepse shoferi nuk është në gjendje për ta komanduar drejt makinën dhe kështu makina mund të aksidentohet. Kështu ndodh edhe me trupin ton. Trupi është një lloj makine që e vën në lëvizje shpirti me anë të mendimit, mendimi me anë të trurit dhe vjen në lëvizje gjithë gjymtyrët e trupit. Por, nëse shpirti është i smur, shpirti nuk funksionon, po ashtu dhe mendimet janë të përçartura, truri do japi, si them, mendime jo korekte dhe do japi sinjale jo korekte po shqisave dhe kemi anomalin që shfaqen dhe në trup. Prandaj, nuk janë kaq të ndara me thikë këto probleme, për kështu që duhet kemi kujdes. Por edhe psikiatri shikohet si një bashkëpunëtor i Zotit në fushën e mjekësisë. Etrit, nuk e refuzojnë psikiatrin, por theksojnë se ai duhet të shoqërohet me kujdes pacientët, sepse shumë herë sëmundjet mendore fshihen nga dhimbje shpirtërore. Dhe si ta shpjegojmë këtë? Për shembull, tek Zoti Jezu Krisht shkonte ai që ishte i smur me epilepsi. Mbani mend atë rastin? Djali i smur me epilepsi? Pra, epilepsia sot trajtohet nga psikiatria, që vetë fjala epilepsi do të thotë një shpërthim i vrullshëm. Dhe mendohet se një shpërthim i vrullshëm i neuroneve dhe truri nuk komandon dot, është si pa frena. Dhe ndodhin ato spazmat, ai humben ndjenjat, përpëlitet, nuk është në vete. Mjekësia nuk e shëron dot epilepsin. Nuk është shëruar. Quhet dhe sëmundja e hënës, sepse ka lidhje me shfaqjen e hënës së plot. Por Krishti si e shëroi fëmin që ishte me epilepsi? Nuk i bëri terapi mjekësore, nuk i dha barna, por largoi djallin që ishte futur tek fëmia. Pra, epilepsia ishte shkaktuar nga një frym demoniake. Kështu që dhe psikiatri, kur i vjen një pacient i cili thot kam mendime vrastare për të vrarë veten ose për të vrarë tjerët, ose kam frikra sikur më ndjekin e tjera, ose kam halucinacione, nuk do të shikoj këtë gjithmonë si probleme të trurit. Ai mund të funksionojë shumë mirë me trurin e vet,
por ai mund të jetë indikuar nga frymëra demonjake. Dhe në qoftë se psikiatri e trajton vetëm si një me probleme psikiatrie, me barna ose me çdo terapi të psikiatrisë, në një farë mënyre nuk e shëron, se ai nuk është se ishi smur nga truri vet, por ai është i demonizuar, pra ka një frymë demonjake dhe ka nevojë që ai të shkojë tek prifti, të marri uratën e kishës, egzorcizmin e kishës, që të largohet demoni. Prandaj duhet pasur kujdes. Kush është fusha shpirtërore, ose mirë them, fusha e veprimit të atit shpirtëror? Fusha e veprimit të atit shpirtëror është kjo: zemra dhe shpirti njeriu. Zemra dhe shpirti janë sinonime me njëra tjetrën. Ati shpirtëror është udhëheqës në rrugën e shpëtimit dhe ndihmon njeriu të pastrohet nga pasionet dhe të bashkohet me Zotin, nga mëkati, që patjetër nuk e bën ati rrëfyes nga vetvetja, por e bën në bashkëpunim me hirën e Perëndis. Është instrumenti i Zotit për të larguar mëkatin që shoqërohet me pasion. Çfarë është pasioni? Është një mëkat i ngulitur thellë në psikikën tonë, në mënyrën tonë të jetesës dhe është bërë ves, që ti nuk e heq dot. E di se është gabim, nuk e heq dot. Si punë e duhanit, që e din shumë veta që duhani të vret dhe duhanin nuk e heqin, sepse është bërë ves. Kështu është jo vetëm duhani, po kemi dhe mëkatet, njeri ka imoralitetin, nuk të riqet nga imoraliteti. E di që të bësh imoralitet, të kurvërosh, të thyesh kurorën, është e gabuar sepse është ndaluar nga Zoti dhe nuk sjell asnjë të mira në individin, në familjen, në shoqëri. Por nuk shkëputet dot. Njeri ka vjedhjen. E di që të vjedhësh është e keqe, e dënueshme, penalizohesh, madje ka shkuar dhe në burg, nuk e hiq dot vjedhjen sepse është bërë pasion. Që do të thotë, brenda ti është stacionuar mëkati, është bërë dëshirë e fortë dhe ka brenda energji demoniake që e shtyn këtë person të kryejë mëkate të rënda, kurvëri, tyre kurore, vjedhje, gënjeshtër, vrasje. Sa njerëz ka dhe që janë killer, pra vrasin kot, nuk është se vrasin duke dalë në luftë, po vrasin se kanë dëshirë. E din që kjo është krim, por nuk përmbahen dot. Prandaj dhe shoqëria këta njerëz nëpërmjet institucioneve i izolon, sepse ata janë të pamenaxhueshëm. Dhe pra, ati shpirtëror ka këtë, heq mëkatin. Dhe duke hequr mëkatin, heq edhe djallin i cili ka fuqi tek mëkati. Dhe qëllimi i atit shpirtëror është bashkimi me Zotin. Ati shpirtëror ndihmon besimtarit të njohë veten, të shlirohet nga mëkati dhe të eci drejt dritës së hirit hyjnor. Mjeti i veprimit është hiri i Perëndis, rrëfimi, lutja, këshilla shpirtërore dhe ndriçimi përmes përvojës dhe jetës së shenjtë. Rreziku kur përdoret gabim me fanatizëm dhe me mungesë dallimi apo ushtrimi të autoritetit pa dashuri, ati shpirtëror bëhet si them jo efikas, por patjetër dhe kisha nuk zgjedh atë shpirtëror çdo njeri, çdo klerik, po zgjedh disa klerik të cilët kanë një përvojë, pra kanë një eksperiencë në jetën shpirtërore dhe marrin dhe një bekim veçantë që ata të dëgjojnë rrëfimet e njerëzve, po t'japin jo vetëm uratën e faljes, por dhe këshilla. Kush është fusha e psikologut? Fusha e veprimit psikologut është mendja, emocionet dhe marrëdhëniet njerëzore. Psikologu ndihmon njeriu të kuptojë ndjenjat, konfliktet e brendshme dhe mënyrën se si e përjeton botën. Qëllimi është vetkuptimi, stabiliteti emocional dhe paqja mendore. Psikologu ndihmon në shërimin e plagëve psikologjike që burojnë nga përvoja jetësore. Mjeti i veprimit të psikologut janë analiza, dialogu, reflektimi, vetëdijësimi dhe mbështetja ndërpersonale. Psikologjia bazohet në metoda shkencore dhe në njohjen e sjelljes njerëzore. Rreziku kur përdoret gabim, kur psikologjia zëvendëson jetën shpirtërore, duke rekrutuar njeriu vetëm në mendje dhe ndjenja pa shpirt. Rreziku është që njeriu të kërkojë vetëm qetësi, pa pendes dhe pa drejtim shpirtëror. Ky është një problem, se shkojmë te psikologu, i themi ankthet, shqetësimet, zemërimet, inatet, frikrat, por psikologu, edhe pse mund të thotë që këto të vinë nga një pasojë e jetës tënde, nga një zënk,
nga një emocion i papërballueshëm ose i pamenaxhueshëm, psikologu prap, pavarësisht se bën konstatimin dhe kërkon të bëjë stabilitetin e mendimeve dhe e ndjesive, prap psikologu nuk heq dot mëkatin, sepse në qoftë se kemi mëkat brenda vetes, sado mund bëhet një terapi për qetësimin e mendimeve dhe ndjenjave, prap mëkati është aty dhe njeriu nuk qetësohet se ka mëkatin brenda. Kjo është arsyeja që njerëzit shkojnë dhe te psikologu, po prap nuk gjejnë qetësi dhe kuptojnë që nuk e kanë zgjidhur problemin e tyre. Prandaj, kur kemi mëkat, nuk duhet mjaftojmë me psikologun. Jo se përjashtojmë psikologun, por kur kemi mëkat duhet patjetër të shkojmë tek ati rrëfyes. Por le të flasim edhe për fushën e psikiatrisë. Fusha e psikiatrisë thamë dhe përsërisim është trupi dhe truri. Pra, psikiatri nuk merret as me mendimet, as me ndjenjat, por merret me mekanizmin e trurit. Psikiatri trajtojnë çrregullime mendore që janë biologjike, neurologjike ose kimike në tru, sepse truri punon me një kimi. Qëllimi, shërimi i sëmundjeve mendore dhe rivendosja e ekuilibrit mendor e fizik. Psikiatri kujdeset për shëndetin mendor me ndihmën e mjeteve mjekësore. Mjetet e veprimit janë diagnoza mjekësore, terapia medikamentoze dhe kujdesi klinik. Ai mund të bashkëpunojë me psikologun, por edhe me atin shpirtëror për trajtimin gjithëpërfshirës të një pacienti. Pra, të tre këta personazhe që kanë këto tre funksione nuk janë kundërshtar të njëri tjetrit, kisha nuk i shikon se kundërshtar, por secili ka fushën e vet të veprimit. Tham që ati shpirtëror merret me shpirtin, psikologu merret me mendimet dhe me ndjenjat dhe psikiatri merret thjesht me trurin. Medikamentet që përdorin të tre janë të ndryshme. Prandaj këto nuk duhen ngatruar. As ati shpirtëror nuk mund bëj psikologun dhe si them psikologun siç e trajton psikologu, sepse ati shpirtëror në një farë mënyre të trajton në mënyrë psikologjike, sa ai të pyet për shkaqet, arsyet, për gjendjen ku ndodhesh, por ati shpirtëror nuk përdor terapinë e psikologut. Ati shpirtëror të thotë, duhet pendohesh, duhet të rrëfesh, duhet të heqësh dorë nga mëkati dhe të jep disa, si them, kanone ose ilaçe i shpjegojmë, që janë për të kundërshtuar mëkatin dhe pasionin. Ndryshe vepron psikologu, ndryshe vepron dhe psikiatri. Pra, duhet pasur kujdes. Ndonjëherë psikologu bën punën e psikiatrit, kur e shikon që nuk ka rezultat në terapinë e pacientit, ai përdor dhe jep qetësues. Kur ti shkon te psikologu dhe psikologu ti jep qetësues, dihet se psikologu ka kaluar kompetencat e veta. Sepse ai nuk mund të japi qetësues. Qetësuesin mund të japi vetëm psikiatri. Sepse shpeshherë e bëjnë jo thjesht për të zgjidhur problemin, por e shikojnë pacientin si një objekt për të fituar para. Prandaj duhet pasur kujdes kur trajtohemi në këto vende. Pra, i themi të gjitha këto dhe në përfundim të bisedës sonë, sipas këndvështrimit ortodoks, njeriu është një qenie shpirt, mendje dhe trup, dhe është një qenie e plot dhe duhet një terapi e shumë formshme që njeriu të shërohet. Prandaj, edhe kisha nuk përjashton trajtimet shkencore, mjekësore që i bëhet besimtarit. Pra, ato që janë me çështje mëkati, tham, i trajton kisha nëpërmjet Ministerit të Pendim Rrafimit, çështjet që kanë me mendimet dhe me ndjenjat mund t'i trajtojë psikologu aq sa i lejohet psikologut, dhe çështjet që kanë me sistemin nervor, me trurin, nga ana biologjike, duhet t'i trajtojë psikiatri. Prandaj i themi dhe i përsërisim këto gjëra që mos i ngatrojmë punët, sepse ndonjëherë edhe ne të krishterët që jetojmë në një botë e cila në përgjithësi është apostate, pra është mohuese e besimit dhe e trajtimit që bën kisha, duke quajtur ato si gjëra të prapambetura, i mëshon më tepër pjesës tjetër të psikologjisë ose dhe mjekësisë. Por ne të krishterët jemi në mes, jemi të stabilizuar, nuk devijojmë as majtas, as djatas, dhe ditë të japim vend edhe Zotit, edhe mjekut. Sepse
Zoti ka klinikën e tij, që është kisha, dhe kisha shëron çdo sëmundje shpirtërore, mendore, trupore, sepse në kish është Zoti dhe misteret e kishës shërojnë çdo sëmundje, por kisha nuk përjashton as dhe trajtimet e tjera shkencore të psikologut edhe të psiqiatrit. Dhe do ta mbyll me një fjalë që ka thënë Atë Sofroni në lidhje me psikologun. Ai thotë, dhe duhet ta mbajmë këtë mend. Psikologjia mund ndihmojë njerëzit në perëndim. Pra flet për atë, e thash në fillim bisede, flet për atë botë që është jo shumë ndaj Zotit, por është një botë materialiste. Por është e tmerrshme kur ortodoksët mësojnë psikologjinë dhe vendosin atë në vend të traditës të kthjellësisë shpirtërore që ka kisha katolike, apostolike, ortodokse, që është shtëpia e Zotit dhe spitali që shëron çdo sëmundje dhe lëngat në popull. Amin. Love the Lord.